Përshëndetje miq, siç e shikoni keni në sfond një pamje piktoreske ku do thoni ju se ku ndodhemi. Kemi vendosur që këtë podcast sot ta ndajmë në territorin e krajinës së Gorishtit dhe jemi pikërisht në familjen e një personazhi të njohur publik, sepse është bërë publik në shumë emisione ku ka folur rreth territorit dhe krajinës së Gorishtit, jo vetëm për territorin, por edhe për historinë. Në fakt do të kem kënaqësinë dhe nderin që të kem në këtë intervistë të gjatë Avni Luto Skëndaj, një burr me origjinë nga Gorishti, lindur dhe rritur në Gorisht, por që vazhdon të jetojë edhe sot në këtë territor, në shtëpinë dhe në trojet e të parëve të tij. Ai është në prag të 77 vjetorit, është baba i 4 fëmijëve, 3 djemve dhe një vajzë, të cilët janë të gjithë të martuar dhe të larguar jashtë kufive shqiptar, kanë ndërtuar jetën e tyre, por Zoti Avni është edhe gjysh në zonën plot Nipër dhe Mbesa dhe është dhe një bashkëshort i cili ka zgjedhur ta ndërtojë jetën e tij bashkëshortore me një zonjë e cila është me origjinë nga Resulajt e Selenicës. Do të ndajmë një bisedë të gjatë së bashku për jetën e tij. Faleminderit Zoti Avni që pranove ftesën për të qenë pjesë e këtij podcasti sot për të ndarë së bashku një bisedë të gjatë rreth gjithë jetës tuaj, përfshi këtu edhe anën tuaj profesionale gjithëpërfshirëse, por edhe duke ndarë kujtime dhe momente të veçanta nga jeta juaj familjare, para familja origjinës tuaj edhe asaj që keni ndërtuar me bashkëshorten tuaj të nderuar. Në këtë territor kaq të bukur, në këtë stin kaq të bukur ku gjelbrimi dominon edhe pse pak kohë me vranësira, me shira, por prapë ja arritëm qëllimin që ta sjellim të pamje për gjithë ata që do ta ndjekin këtë podcast, i cili mban një emër, një jetë. Mirë se erdhe. Faleminderit dhe ju, u falenderoj që më erdhët këtu në familjen time për këtë bisedë. Kaq këndshme dhe shumë serioze. Xhaxhi Avni, unë të thras shpesh kështu, po ti e meriton të quhesh Zoti Avni. Së bashku kemi ndarë biseda të ndryshme historike rreth le të themi dëshmorëve, të rëndëve të territorit dhe të krajinës së Gorishtit, familjeve që kanë jetuar dhe janë aty, por kemi ndarë biseda të ndryshme edhe familjare. Unë e thash në krye të herës në prezantimin që bëra që ju jeni në prag të 77 vjetorit. Po. Kur i mbushni 77 vjeç? 77 vjeç i mbush në 4 tetor. Simbas atyre që më thoshte nëna ime, unë kem lindur edhe pak muaj më përpara, po regjistrimin e kam bërë në këtë datë, në 4 tetor. Po, kjo është ditëlindja që mbani ju në kartën e identitetit. Po, kjo është ditëlindja ime që mbajnë kartën e identitetit. Avni, ju jetoni në Gorisht, si nga të paktat familje që jetojnë në Gorisht, sepse krajina e Gorishtit është një krajinë e cila përbëhet nga 3 fshatra, Mërtiraj, Rexhepaj dhe Hadëraj. Ju jeni nga fshati Rexhepaj. Vazhdoni të jetoni këtu, edhe të qëndroni këtu, stoik, si ata njerëzit e rrallë që jetojnë në vendin e origjinës dhe në vendin e lindjes. Dhe sigurisht që keni ndërtuar jetën tuaj, pavarësisht moshës së sotme, që ju nuk e jepni përshtypjen dhe pamjen fizike për 77 vjeç që mbushni, se jeni shumë aktiv me jetën e përditshme. Pse keni vendosur të mos largoni asnjëherë nga Gorishti? Po, kanë qenë shumë faktorë. Si për shembull? Po, një në radhë parë unë fëminia ime, adoleshenca, ka qenë pak e vështirë. E lidhur ngushtë me Gorishtin apo? Dhe kam qenë shumë i lidhur me Gorishtin për vetë arsyet e mia, sepse baba im u nda shumë shpejt nga jeta. Dhe mua më la 15 vjeç. Ai la 7 fëmijë, kështu që ishe kryesori. Unë isha kryesori i tyre. Në familje. Mirë, të flasim pak. Kush ishte babai juaj? Po, babai im ishte Luto Qershis Skëndaj. Unë rrjedh në një familje në fisi Skëndaj, një fis i zgjeruar i madh, edhe fisnik në Gorisht. Një nga ndër fiset se janë shumë fise, po. Ka shumë fise, dhe të gjithë të fisëm janë, por kjo fisi ynë ishte si më i madhi, me i zgjeruar. Me i zgjeruar në kuptimin. Edhe kishte shumë njerëz, po. Nëna juaj, baba juaj u martua me nënën tuaj nga ishte në origjinë? Nëna ime ishte nga Hadëraj. Edhe ajo vajzë. Edhe ajo nga Gorishti,
në një fis, edhe ajo në një fis të mirë atje, në Ysen ai, quhen ata. Një familje mirë, patriote dhe fis i mirë. Si ishin njohur ata me njëri tjetrin? Ose kush ishte Po shkuesi? atëre këto lidhjet bëheshin me shkuesi, me Patjetër. lajmës. Po? Kështu që atje lajmës ishte halla ime e moshuar, ajo ishte martuar për në fisi im, ishte në fisin Hoxhaj. Sepse këta të parë tanë atëre, edhe sot ruhet kjo traditë, po sot në këtë kohë nuk Është më ndryshe. është më ndryshme. Sa ajo Sot kohë edhe martoheshin në djep, ëh? Sot e zgjedhin vetë këta të rinj, kurse atëre ishte me lajmësi dhe atje ishte ajo dhe ajo u prezantoi këty familjes, gjyshit tim, që i quaj Qerqiz Llanja. Dhe sollën në jetë 7 fëmijë e ti. Po, Sa nga djemë dhe kjo sa vajza? familje sollën në jetë 7 fëmijë, ku jemi 6 deri tani, njëri është ndarë nga jeta shpejt. Na vjen keq. Vllai i dytë mbas meje, u nda nga jeta. Po bën gati 10 vjet që është ndarë nga jeta. Si ka qenë jeta e prindërve të tu? Sa të vështira kanë pasur ata të ndërtojnë një familje me 7 fëmijë në kushte ekonomike të vështira dhe me një territor shumë të vështirë siç është Krajina e Gorrishtit ose Rexhepaj, fshati. Po shumë vështirësi kam pasur. Megjithatë, unë mund të them këtë para se t'i përgjigjem kësaj si parantezë që atëre, kur unë kam lindur këtu në 48-ën, edhe për herë të parë fare që mbaj mend, nuk mbaj mend as baban as nënën time, po mbaj gjyshen dhe gjyshin. Je rritur me ata? Biles më shumë gjyshin, sepse gjyshi dhe gjyshja na donin shumë. Jetonin me ju në një familje, po? Po, jetonim në një familje të Të përbashkët. madhe, po. Po. Ata kishin 2 djem gjyshi, Xhaxha ishte larguar, ishte në Selenis, banonte atje me fëmijët e tij, kurse babai im Lutwa ndihmante prindrit aty. Pra, po themi që kishe të bëje me një familje prej 11 antarësh. Po. 11 antarë. Po. Për herë të parë që mbaj mend, domethënë unë nuk e di në ç'mosh mund të ketë qenë ajo, në sa vjeç mund të kem qenë unë 3 ose 4 vjeç. Erdhi një avion aty mbi neve, Shtëpi se tuaj. ne shtëpitë tona i kemi në fshat atje në Skënderj, Po. në lagjen e Skënderjit. Por këtu jetonim me stane, me kasolla të mëdha ishim atëre. Por zakonisht, po thuaj se gjithë zonat rurale, atje ku kishin stanet, quaj dhe origjinë e tyre dhe vendi i tyre, se ishte shtëpia ku Po jetonin. ishte vendi i tyre detyrimisht toka se edhe mbaj mend në për herë të parë domethënë që kaloi një avion mbi neve, mbi këtë sipërfaqe toke që jam unë sot. Po? Edhe hodhi sa fletushka. Edhe mbas 1-2 orësh, aty u gjendën 3 rusë. U gjendën? Po, erdhën aty. Se nga erdhën ata ishin disa rrugë këmbësore edhe rrugë makinash ishin po të thjeshta, të vështira rrugët e makinave. Erdhën ata 3 rusët e ishin 2 djem çuna, të rinj, edhe një vajzë. E ajo vajza, për herë të parë, do më thënë që më ka ngelur në fiksimin tim si fëmijë që isha unë, u dha nëna ime një kabash me dhall, kabash i themi ne. Ajo kishte ca gishtrinj, ajo vajza, shumë të hollë. Si për piano. More, qa të them, shumë të hollë fare, jo si këto vajza ime sot të tjera, që janë shumë. Po, edhe shumë e bardhë, shumë e pamshëm, edhe më shfiksuar, edhe ata 2 djemë, shumë të pamshëm, po në mënyrë të veçantë ajo. Edhe kapja të kabashin ajo, ata gishtrin mua, më mbetën sytë vetëm tek ata gishtrin të asaj rusës. E ata panë aty jetesën që bënim ne si duket edhe. Në zonat e fshatit. Ikën, po për herë të parë, do më thënë që mbaj mend gjyshin dhe gjyshen.
Që ajo nxori këtë kabashën. Dhe mbas kësaj, pastaj erdhën këta dhe këtu filloi edhe që unë fiksova diçka nga jeta Nga ime. jeta juaj, po. Ti the se babai u nda nga jeta shumë i ri. Nga si vuante, nga çfarë ndodhi me babain tuaj? Shifti, do me thënë, im babai dhe nëna ime u martuan në 44. Sa vjeç ishin të dy? Sa babai, sa nëna? Ja i vdiqi në 64, 48 vjeç. Edhe në 44, do me thënë, kjo është diferenca. Kurse nëna ishte datërinja 1925. Asaj kohë faktikisht Avni martoheshin shumë të rinj, edhe 15 Po nëna për vjeç. shembull është martuar një 16 vjeçe, as 16 vjeçe. Kurse babai ishte mbi 18. Mendoj se nëna më thoshte mua që unë se merja këtë thaja. Pse? Se ky ishte tha disa vjeç më i madh nga unë tha. Po babai im tha, që quhesh gjysh ky Senaj, atëre filloi lëvizja e luftës nacionale shqiptare dhe vajzat shkonin partizane. Ai kishte një djalë që sot është dëshmor, kishte me partizan. Tha, po unë një kam nisë, tha, të marrë nisë edhe vajzat, tash unë tha ai. Pra u detyrua ta martonte Edhe mos shkonte u detyrua, kjo ishte shkaku që ajo u martua një 16 vjeçe. Atëre kështu funksionon. Anila kështu funksionon dhe jepshin vajzat, shkonte lajmësi. Vende zgjidhin fiset, si mbas asaj kohë, familjen. Po shikohej më shumë familja se sa djali, partneri. Po, familja shikosh. Ishte kryesorja familja fisi. Po. Ndërkohë si u zhvillua jeta në familjen tuaj? Ti thej se babai juaj ndroi jetë kur ti ishe 15 vjeç. Nga se ndroi jetë? Nga i momenti që të spjegova që fillova të mbaje mend? Të mbaja mend e të fiksoja gjëra. Luaja shumë me gjyshi. Ai më bënde sa avion i bënde me ato bathrat, i priste kështu me biçak i çante, i bënde bukur, edhe dilim aty në kodër edhe ajo dridhur kështu si elika. Si elika. Ishin lojrat që mund të bëni ju asaj kohë. Shumë. Kënaqja. Edhe aty në këtë moshë jetonim shumë mirë në këtë periudhë. Me atë kushte që kishit ju? Po me ato kushte në Kasolli ishim aty, se shtëpit ishin lartë në fshat, po aty kishte babai mos gaboj një 50-60 kokë bakti. Asaj kohë, po. Po kishim 3-4 lopë, kishim një pënd qetë mirë, që kur u dorëzuam në kooperativ ishte pënda me mirë u vlerësua, edhe nga çmimi. Çfarë është pënda? Plug? Po, një pënd që dy qe që mbërthehen në një pluk, në një parmend. Edhe që punonin tokat? Që punonin tokat. Edhe u detyrua ta dorëzonin në kooperativ? U dorëzuam 56-ën kur u bë kooperativ, u dorëzuam, po e kam fjalën që aty jetonim jashtëzakonisht mirë. Gjyshja për shkakun mbante 10-15 koshere blet, ajo u shërbente gjyshja. I shërbente gjyshja. Një gjyshe, një grua që shërbente blecet. E njinte mirë atë zanat? Një gjyshe zonjë, grua, që u shërbente bletve, priste mikun, ishte shumë fisnike. Ka qenë e bukur me pak fjalë jeta asaj. Nga të gjitha. Kur babai juaj ndroi jetë, kishin ndruar jetë të dy prindrit e tij? Po. Gjyshja ime iku para gjyshit. Ndroi jetë para se ndroi. Ndroi para 1-2 vite, ose 2-3 vite para gjyshit, se nuk e kam të fiksuar mirë, atë se i vogël isha, unë kuptoj. Po. Kurse gjyshi ndroi jetë në 56. Si e përjetuat vdekjen e gjyshit? Apo se mbani mend? Jo, e mbaj shumë mirë mend. Si ka qenë për ty ajo ditë? Gjyshi mua më çoi në shkollë, po ne kishim shumë larg, se është gati 6 kilometra, ajo 5-6 kilometra nga këtu edhe deri në fshat në Reçepaj. Të çoi në shkollë klasë parë? Po, më çoi në shkollë klasë parë. Si ka qenë ajo ditë për ty? Po, për fat të keq atje, midis mësuesve që edhe një ndihmës mjek atje me atë të bardhën, se kush më dhe me atë përparse, të veshur ai dhe kishë vënë stetoskopin ai në kokë, kështu edhe më tha një atje fëmijë bërtiti atje dhe ky të bën gjilbëra.
Edhe unë një di kur bëra u futa gjyshit në duart edhe u futa në zamure aty. Nuk e përjetove mirë, ë? Nuk e përjetova mirë, me gjitha të, bërtiste gjyshi, avni, se edhe emrin ata ma kanë vënë gjyshi, se atyre ishte deputeti i Avni Rustemi që u iniciuan nga ky emër. Po. Edhe thanë ata do t'ja çojmë emrin Avni këtij, që na bëhet si Avni Rustemi trim. Po unë nuk u bëra do si Avni Rustemi. Po jo ti je trim në kohën e sotme, se trimëria sot është zotësia, kështu që jo arma. Domethënë unë shikoj që ndanë shumë kujtime për gjyshin dhe gjysha, domethënë kanë mbetur shumë në zemër dhe në memorje. Se kanë qenë dy njerëz të cilët kanë jetuar bashkë me ju në të njëjtën familje dhe normalisht jemi rritur me gjyshën dhe kuptojmë rëndësinë e tyre. Po. Në 56-ën kur ndroi jetë gjyshi, bile edhe një kujtim për gjyshin, nuk më harrohet. Ishte shumë i ndjeshëm gjyshi. Gjyshi kishte vetëm këtë, kishte qenë luftëtar, ishte internuar në Beograd, Beligrad atëre. Ishte shumë patriot, kishte marrë pjesë në formimin e shoqatës Alim Rakipi, se Alim Rakipi ishte pjesë e fisit tonë, domethënë. Fisi Skëndaj, dhe ata ashu e kanë Skëndaj. Ne mbajmë emrin e Skëndajt, po faktikisht Alim Rakipi Skëndaj është nga Skëndaj. E ishte shumë patriot, ishte marrë pjesë në krijimin e shoqatës. Ishte shumë i ndjeshëm. Kishte vetëm një problem gjyshi. Gjyshi ndërtoi ca shtëpi atje lart. Edhe këndonte, priste miq atje. Edhe nuk punonte. Nuk punonte? Jo, gjyshi jo. Megjithëse ai kishte punuar që ishte një moshë që sa vjeç ndroi? Ishte një moshë, ditja 83-4 vjeç gjyshi. Edhe një ditë para se të vdiste i foli të birit, këtu ku jemi ne në këtë parcelën, këtu që e kam vreshtu këtej. Kjo ishte misër, kjo parcela, i foli të birit, o luto, urdhoj, kishte shumë respekt atëre fëmia për prindin. Nuk është se nuk ka sot, po më ndryshe ishte atëre, kishte autoritet, kishte një respekt tjetër. Atëherë kishin prindër autoritar. Respekt të veçantë. Ngrish në këmbë kur vinte babai. Edhe i foli edhe vajti. Ai ishte duke rregulluar ato kupicat e misrit atje që i themi ne, i mbledhëm misrin kështu, ne lëmi misër atje dhe i mbledhim kështu. Që mos të prisheshin nga shiu. Edhe i tha do më ruash pak, se nuk jam mirë. Po. Babai kishte brisje që i kishte marrë andej si mbas të dhënave që i kishte marrë nga Gjermanët, këshin në atë pjesë lufte. Se nuk shikonte më që të bënte gjyshi. Pastrimin e fytyrës, po. Gjyshi, nuk rrush do të gjyshi, me ata brisje nuk rrush, vetëm ai, babai i ronde, rrush. Kishte dy brisje nga këta që kam parë më vonë të berberë. E arruajti, pastroj. Të nesme në mëngjes, mori një rëfrym kështu atje dhe mbaroj gjyshi. Lam të mirë, tha. E thaktë? Po, gjyshi. Edhe iku, ishte njëri shumë i drejtë, shumë i dashur, shumë i respektuar. Vdekja shumë... Po, mblodhen shumë njerëz. Po. Për gjyshin unë emocionoja më shumë se sa për baban, se baban unë se një afare. Po, më çudit edhe faktikisht është mesazh shumë i bukur ky që përcjellim ne, domethënë sot ti je gjysh vet. Po ky është realiteti. Edhe ti i qan për gjyshin, nxjerrot për gjyshin. Po, doja shumë gjyshin, edhe gjysha. Shumë. Nuk është se s'doja baban edhe... Patjetër. Prindrit, po gjyshi dhe gjyshja kanë qenë shumë dashur se keni jetuar në të njëjtën banesë. Po. Kurse gjyshja se mbaj më mirë si, po edhe gjyshja kështu i. Pastaj me babain tuaj çfarë ndodhi? Në 56-ën vdi gjyshi, në 56-ën u bë kooperativ, dorëzuam ato aty, edhe
Nëna ishte si më përparimtare në kuptimin e shkollimit të fëmijëve, i thot babait, thot bënda shtëpit atje se ishin bjetëruar ato shtëpi, kishin rënë kështu edhe ka pasur shumë shtëpi atje. Do i bësh shtëpi thotë do i çojmë fëmijët atje të studiojnë, të bëjnë shkollë. Ti ishit afër shkollës? Ti ishim afër shkollës, se zvenim dot atje ne. Vajta një vit u shu që këte atje. Po ishte shumë larg, 6 kilometra. Era këte ishte e vështirë. Po vetëm një gjë kujtoj shumë në adoleshencën time. Kur ikja këtu lart ose rrugës për shkollë, nuk ishte ky ambient që është sot. Unë e kam jetuar, se për fat, unë gjithë jetën time e kam kaluar në Gorrishin. Edhe ke jetuar në tëra periudat. Edhe kam jetuar shumë në Gorrishin. Edhe kur ikja lart për në shkollë, gjithë kjo rruga që ishte shumë pyll i madh. Lisa, vida, shkoz, shumë e lartë. Kishte pemë, kishte pyll i madh edhe ishte një ajër që të mbushësh organizmi, frymarrja, mushkrit, të mbusheshin me oksigjen, po si, themu, sikur poje me një pompë, me ajër të pastër, të freskët. Ishte shumë e madhe, shumë e pastër, atere. Një nga kujtimet më të mira që mbaj në atë kohë, do me thënë, e kam shumë të fiksuar. Dhe përfundimisht që i thot nëna do vemi, tha, po atje do vuajmë, tha. Këtu jemi mirë se kemi tokat, prodhojmë, bëjmë. Jo, tha, le të vuajmë atje, tha. Dogji një kamin, babaj, kamin i themi ne me gëlqera, aty për një kamin, atëre me forcat e tije, me një farë ndime. Edhe, e morja gëlqena atje, pa shtëpi. Pagonja 20.000 lek në atë kohë, po ishin shumë atëre. I sot janë 20 milion lek. Po. E bëri një hodë, një korridor, një mbërdhese i qusha, jo. E kështu, jam ndërtoj një shtëpi atje të mirë. Edhe ju shkuat atje pastaj? E shkuam atje, po me vështirësi, njërë shtëpi e mbuluam plotësisht, tjetërën gjysmën e shtëpisë mbuluam. Se s'kishit mundësi. Nuk ishte tjegulla. Dhe jetuat në një dhomë, besoj, të gjithë? Jo, e mbuluam edhe tjetërën, po unë më shfiksuar, do me thënë që njëra ngeri të cakova. Me vështirësi. Pastaj? Mirë, po, u bë kooperativa atje, s'kishim ne më qartanim atje, s'kishte më ushqim të bollshëm, ishin 7 fëmijë edhe 2 ata 9. Edhe, mi dhanë të drejtën babait që të punonte në ndërmarrje shtetërore në Selenicë, minier. E vajti atje punonte. Nëna aty pasaj luftonte aty, kishim ca bakti, pak bakti aty. U vështirësua situata edhe në gjithë teritorin, po. Teritorin, edhe në Gorrish, po edhe në teritorit tjera, se mbaj më njërë i ka me në vam murëm 50 kg misër në picar, ku i sot Lubonja. Po. Pastaj babaj filloj punë aty në Selenicë? Babaj filloj punë në Selenicë, punon dhe atje si punëtor, mërë dhe një rokë diçka, mërë dhe një kombesimi i qonin atere ata, mirë, jetoni mirë se mërë dhe disa, mërë dhe kur ishte vështirësi atere, thot edhe i sistemi kaluar atere që ne u vendos sistemi të rishkëtimit në për gjithë, edhe bësh pa drejtësi për punëtor dhe për fshatar, se ne kishim e të ardhur tjera, kjo ishte pa drejtësi, thonë në këto literaturat që kemi lezuar, atëre unë që e vogël, nuk e kuptoja, sot e analizoj edhe, a i mërë dhe mjëllë, ande 0 i thoshin ata atëre, mërë dhe një kujntar mjëllë muajt, a i në anë i bukë speciale aty. Ata që si ishin punë shtetit, kishin më vështirë si së sa ne. Deri në 64, në 64 në i vdikë. Nga se? Nga Ceroza. U sëmu? Mëlqin e zezë, po. Vuajti?
Po, vojti edhe kam kujtime shumë të ashtu se... Prandaj po mi shmang, se shoh që ma shmang shpesh bisedën e... Po, kam kujtime se... Ai u vështirësua shumë u smur. U shtrua 1-2-3 në spital ai në Selenic. Edhe i kërkojmë një kafshë atje, kryetarit që ishte në atë kohë atje për të shuar në Selenic. E morëm atë mushkën e hipa në atë edhe një shark të vjetër që kishim ne, nuk e di nga e kaluar. E mbuluam me atë edhe. Mirë po, ato ditë kishte rënë një borë e madhe në fshat, se atëre binte shumë borë. Kishte dimre të egrë. Shumë dimi e egrë. Binte ajo ngrica cingori që thoshin këta të parë tanë, se unë e kam nga ajo që thoshte gjyqja. Ngrinin kështu ata. 50 ponë varu poshtë nga tjekulla. Na pemë. Tani ju kuptojmë pse e përmend gjithmonë gjyshin ti. Edhe u nisëm aty, zbritëm këtu ku jam unë sot, në Karbunar dhe varret e Karbunarit, aty është një fushë aty në qendër, janë varret e Karbunarit aty. Aty babai më tha mua, vavni, urdhoj, thash. Kthema pak mushkën me kokë nga Gorrishti, nga Rexhepaj. Edhe ktheva mushkën unë pa ditur gjë se pse ai. E ktheva plotësisht atë ndonjë mbi kaptell kështu mushkës atë, mbi atë kështu ndonjë disa minuta mund të them. Edhe hiqet tash, ajo merja përdora atë mushkën, e çava Selenicë s'u kthyema. Diku në Vlorë u operua. Ndroi jetë. Ai pa për herë të fundit Gorrishtin. Për herë të fundit pa Gorrishtin dhe tha lam të mira i me vetë e dia. Po mua nuk më tha gjë. Po pra, kuptova, tha ta shikon për herë të fundit dhe nuk u kthyen. E iku. Pastaj jeta për nënën tuaj u vështirësua shumë. Patjetër. Jeta u vështirësua shumë për nënën, për ne fëmijët. Se ne deri në atë kohë babai na ushqente mirë, se shtash binte andej ushqime që njëri punëtor shumë. E përjetuat keq, patjetër ti ishe Po shumë më i e madh. përjetuam keq edhe mbaj mend një, duhet t'ja kujtoj emrin e tij, se unë kam qarë me ndjes atëherë kur vdi babai. Ç'do të thotë keq me ndjes? Shumë i dëshpëruar, shumë me zi mbushja me frym. Edhe më mori një xhaxhaj, një velo, Lela, i velo sa diku këta rrini më tej neve këtu, më këtej pranë Urrës aty. Ai më mori e mbajti në krah sa minuta, sa më pushoj. E kështu që jeta që shumë e vështirë për neve pastaj se ne ishim të vegjël, pastaj unë pa mbushur 16 vjeç, nuk e kisha marrë pasaportën, erdha ata ndërmarrjes e nderuan, si ishin ato punë atëherë në atë sistem, në atë kohë. Pastaj ju pa mbush 16 vjeç ç'a ndodhi? Pastaj mbas 40-ave që e kishim si rregull dhe si normë, ata të ndërmarrjes më futën mua në punë në vend tia. Që t'i silli të ardhura familjes. Po unë atëherë isha në klasë 7, po thuaj se pak një 2-3 muaj edhe mbaroja 7. E ika, po thuaj se... Po çfarë pune do bëje ti? Po unë, si është ky pylli i lartë që shikon këtu mi baçën tim e ti, atëre punonim, ishte pyllëzimi quhej ajo, se atëre ishte në pyllëzim ai quhej ajo, këto ndërmarrja pyjore që quhen sot. Edhe ata pastronin atëre mbillin dafinën te nga në Selenic, nga Gërhani Armeni quhej ajo, si përfaqe madhe shumë. Po unë isha fëmijë i vogël shumë, kur më pane ata punëtorë, ai shketi kjo, thanë se njëni baban ata atje. Ai brigadieri që ishte atje që drejtonte punimet, kishte një piketus, ai po, ato piketimet që sot që e kuptoj unë që kam diçka një urim më shumë edhe nga arsimi nga gjitha, nxirin ato izoipset ata po të thjeshta me ndonjë kështu. Me ndonjë nivel, me ndonjë latë të vogël kështu edhe me metro kështu gjenin ato. E më thot mua, ti thot,
do jesh ndim si këti, thot. Ai. Edhe vazhdova me ata. Sa vjet punove ashtu? Po punova atje rria te Xhaxhai pasaj. Nuk shkove më shtëpi? Jo, atje rria në Selenicë ishte larg, po e keqja sjell edhe një të mirë, nuk sjell vetëm të këqija ajo. Fatkeqësia, sjell edhe një të mirë. Po. Atje këtu ishim ne pa energji, ishim me këtu shkollën unë mbarova me qirak, me vajguri, me gjeshtra, me të ndezu se mund mos kishte edhe vajguri. Edhe atje vajta kishte dritë elektrike Selenica. Po ndërkohë ti, kur po punoje, ndërpreve shkollën? Po, Vetëm 7 klasë bëre? 7 klasë, pasaj vajta atje, u regjistrova atje se rria atje dhe bëra një 2 vjetë e ca atje. Në Selenicë? Në Selenicë. Po? Duke punuar dhe duke studiuar, se pjesën madhe të studimeve unë pëllthoj se e kam bërë natën. Natën, sepse më ra fatkeqësia e babaj, se unë isha i pari fëmijëve. Edhe duhet punoje ditën? Duhet punoja ditën, edhe vetëm një vit kam bërë kurs pardije unë. Po atje edhe punova 3 vjet. Pastaj i ra që unë do ikja ushtar. 18 vjeç. 18 vjeç. Mirë, po u bëj një përpjekje madhe që të mos shkoje. Babaj nuk i kishte pasur 40.000 lek në atë kohë. Kishte lënë dhe borxh. Dhe kishte marrë një kredi në bankë. Po, që duhet ta shlyejë. Edhe që duhet shlyer. Edhe vete me nënën atje tek ai bankieri, më kujtohet ajo banka edhe kur vete sot aty ishte aty te topat që i kanë hequr tash ata kanë bërë ato. Banka kombëtare. Banka kombëtare. Atje edhe më thot ai ka vdekur thot për parat shteti i do. Tha kryetari. Po i ka marrë ai, i tha nëna, jo unë. Po? I ka marrë ai, tha, po ka lënë familjen ai, ka lënë shtëpit, tha. Mirë. U pesëmantuam shumë. Se ai pension merrte, mos gaboj. 1.000 lek merrte nëna se gjysmë për gjysmë mund binte pensionin atëre. Po sa lek ishin mbetur në bankë? Pa shlyer nga ato që kishin ngelur rreth 15.000 lek. Ki bie 15 milion lek sot vjetë. Po. Aty ishte edhe nëndrejtori i bankës. Ai po e dëgjonte nëndrejtori bisedën që bëj drejtori. Hajde këtu, tha. Hajde dhe ti, më tha, mua me nënën, në salonin e madh që si e ka banka sot atje e ullur ai. Do bëjmë një gjëne, tha. Ti më tha, mua punon, po, thash. Në rroga jote ne tha, nuk e di shumë pak, as 100 lek në atë kohë. Edhe do ta zgjasëm këta, tha, sa ta mbarosh ti, tha, me 100 lek. Shumë vazhdoj ai, sepse unë i ka ushtar, edhe nuk duhet të merrin ushtar. Se ishe kryesori. Se isha fëmijë dhe isha krye familjar, po thuaj se. Po? Mirë, po ata më morën e kishin regjistruar. Do vesh ushtar, do ta bëj ushtrin. Po nuk e di, sjellja ime, edhe ai pak arsim që kisha bërë unë, se në atëre si duket ishte shumë e rëndësishme ajo. Po? Ai arsim që kisha bërë unë. Edhe ikën një shok këtej nga Buzmadhe, këtej ishte centralista atje. Ikën me leje. Ishte centralist. Edhe më thot komisari i batalionin, mua do vesh ti këtij. Do e zvendçosh. Do e zvendçosh. Po atëre ishe rregull që në centralet me fisha, me ato fishat. Po. Jo si këta sot modern. Mirë. Nuk e drejta të dëgjosh ta lidhjen time të komandantit të këtij të atij. Vetëm bëj lidhje. Po. Ashtu bëra dhe unë. Një ditë nga ditët për këto 15 ditë që ishte lejen ai, merr komisari i brigadës andej, edhe merr komisari. Edhe unë nuk e shkëputa atë fishën për momentin, fishën time.
I thot ai, në ata ushtarë që i keni aty, thot, me i mirë me biografi, thot është ai Avnis Skëndaj. Edhe atë thot, mund të zgjidhë sekretar të Komitetit e Rinisë të batalionit. Mlesht e kokës mu rëngjetha, kur dëgjova kështu. E mbajti sekret për vetë, ti? Asu, nuk e hoqja me njerë fishën letha, le të bëjsh, le të thotë qatoj. Po, unë dëgjova vetëm ai që ai tha, e emrin ti. Mbas një 3-4 ditësh, isha akoma në qentral. Më thiri komisari batalionit. U paraqit atje si mas rregullave të asaj kohe, si unë. Nga jeti, më thonë, unë jam nga Vlora. Nga Vlora, brënda, jo. Jam nga Gorrishti. Kemi mendimin që do të bëjmë sekretarin një shta, mos asgjas shumë këtë punë. E pranove ti? Po, pa tjetër që da pranoja unë se unë. Me zi po e prisje? Po. Jo, me zi po e prisje, ase dje fare unë. Mi, po me zi po e prisje se ishe të gjuar. Po, unë edhe kur isha këtu, po thuaj se edhe këtu sekretari një të një asaj brigadës atje isha unë si fëmi. Se ishe vetë vakti. Nuk e di pse ndite kjo punë shumë. Dhe mua më tregoj ca data atje, kongresin e përmetit. More, qysh kjo tha? Ja. Ja theti, ja shpjegovë. Pa tjetër, se ato ishin gjëra thjeshta, ishin kur e ngriti flamurin Ismail Qemali, kur u bë kongresi përmetit. Po. Ishin gjëra thjeshta ato për mua. Edhe e kalove ti pastaj këtë. U bëra sekretari një dhe atje vinin 3 batalione ndishin atje, po madhja ishte që në atë kohë vinte komisari, vinin këta generalit, Alim Ramoitu, në Dukatin, në Tragjasi. Atë se qedhe ajo situatë e vështira të që sulmoj ajo ndeshja në lumin Qempa, midis Rusit dhe Kinës. Edhe kështu largune nga traktati i Varshavës, me denonsuan atë, me Metsheu në atë kohë. Edhe ne merim pjesë në gjitha mbledhjet që bënin këta, sekretarët e Enisë, me generalet, me gjithë. Njërë në 15 ditë, njërë unë pëthoj se bridhja gjitha pikat e Peshkopisë. Pasaj më dha një detyrë tjetër si njëri i besuar, aty ishte në kufin e Blatës, në qofë se keni kaluar në Maqedonia, atje është posta kufitare atje. Më lartë atje një 50 metrë, ose ishin sekretet asaj kohë, po sot nuk janë më. Ishte një pozicion atje që kishte vetëm 3 mitrolozë të rënë, pasaj granata e këto, edhe kisha 5 ushtarë që i komandoje ti? Që i komandoja unë. Edhe atje flinim, atje hanim mushimin në posta, njëri u me i besuar ishe atje. E vazhdova dhe me këtë sako atje, pasaj më hoqën ndej nga i pozicioni, qua një tjetër atje, edhe atëre kishin mangësi ata në ushtri, kishin shumë mangësi. Edhe më dhanë kompanin e parë mua, se qenë një 2 kaptera, edhe ata të parë si morë me 7 vjeqare ishin atje, kapterët. Se oficera s'kishte. I hoqën edhe ta i qonë ca kurse kualifikimi edhe e mora unë kompanin. Edhe kompania kishte 700 rezervista, batalioni fare ishte ajo atje. Bësh fortifikimi atje i kufirit i gjitha saj zonë. Ishin në drejtimin tëndë? Unë u jepja 700 rezervistve fletë në zborit që bënin fortifikimet, pozicionet, tunelet, 700 rezerviste nga Peshkopia. Për sa kohë zjati kjo? Për 2 vjetë caj që... Mbaroj ushtria? Që mbaroj ushtria. Po pasi mbaroj ushtria ku shkove? Ja, e mbarova ushtrin, atje bridhja të kufirin atje unë me 2 karikatore me automatik nuk lejohesh as të vejën familje, po edhe vejën në një tek rezervistët. I maja të karikatore në qampë këtu,
Se atje ishte zonë kufitarisht me përgjithësi atje dhe merrte automatikun sa familja na kishin ikur në atje. Po. Në atë kohë. Edhe përfundimisht u lirova në Austria. Po. Mirë po duke punuar atje, me këta mjeshtrat ti bran, u regjistrova edhe në një kurs atje, për këto 2 vjet, se isha edhe pak i liru në atje, të ndërtimit. Po. Dhashe disa prova atje, me inxhinier Sakip Zebin, që ishte krye inxhinieri i metalurgjiku të bëm vonë ku u lirova. Po. Dhe u lirova. Mora dhasa prova atje, unë atë kursin që bëra atje, edhe mora kategorinë e 7 për ndërtues. Atje. Dhe erdha. U ktheve në familje? U ktheva, jo, erdha njerë me leje. A këtu kishte shkruajtur gazeta, kishin dërguar një letër organizatës bazë pa saj kohë këta. Falenderojmë atë organizatë partije të familje që ka rritu këtë djale besnike. Pra i kishin vajtë informacionin në shtëpi që ti Po, ishe po, organizatë bazë partisë. Edhe kishin diskutuar këta atje, bravo i qoftë, ja, shikoja dhe familje. Për mua. Ndërkohë ishte martuar ndonjë nga vëllezërit të Samotrat? Jo. I pari isha unë. I pari ishe ti. Ata ishin fëmijë, ishin... Ti u ktheve në familje? Unë erdha atje, kur u lirova, pasaj erdha aty në Vlorë, ngela edhe aty për jashtë, natën se erdhëm vonë shumë edhe fleta për jashtë aty te stacioni autobusëve. Po më thot ai oficeri që më shoqëroi, Avni thot, ti thot do pranohesh në parti sa më shpejt, sepse ti ke marrë pjesë në format e arsimit pa parti atëre në atë kohë. E kisha si duke një karakteristik unë aty në dek brëndshme që mund jetë edhe sot ajo model. Erdha në fshat, u lirova, kisha kategorinë e 7 si shtash për murator. Edhe se po thuaj se u bë kështu ajo 3 vjet e ca kisha aftësi shumë të mira për ndërtimin unë dhe i kam edhe sot. Pastaj e shfrytzuve këtë si zanat, apo? Jo, aty pastaj unë kërkoja se isha në ndërmarrje e shtetit e kërkova që të veja prapë në punë. Atëre kryetar komiteti ish VSP pa ish bërë fshati Gorrishtit, ish bërë fshat socialist, ishte marrë mërtire, ende kisha arru aty, u bë shpikulture aty me 300-400 vende, u bë farmaci, u bë spital, u bë fshat, u bë aty, shkollë moderne. Po ku fillove ti pastaj? Dhe unë luftova që të veja përsëri në naftë, se ajo ishte lufta ime, të veja në punë, se ishte hapur nafta në Gorrisht. Edhe këta s'ma dhanë shpërngulje, më thanë jo do rrish këtu, nuk ta jam. Ma i kryetari këshillit gjithë atëre. Bolva, ke punuar në shtetë. Edhe këto konfliktet ishin atëre. Pastaj? Erdhi xhaxha im, baba i Konstantin Hoxhës, e i thot në nëstime, ndjes pasti, e thot, edhe ai Ramet këtë. Erdhi aty i tha do ta marr unë djalin, tha do ta vesh oficer policie. Të ka qenë motra i tha, mos ma merr këtë, tha se unë me këtë kam lidhur jetën, tha se këta të tjerë janë vegjë. Edhe i kishe edhe kjo ishte arsye që të thashi unë jam shumë i lidhur me Gorrishtin, nuk lëviza më me Gorrishtin. Pastaj u martova. U martove, ndërtove familje, ndërkohë nëna jetonte? Po, jetonte. Kur ndërtove familje, le të themi, mos është ky një amanet që ti qëndrove në Gorrisht dhe kryesisht tek vendi ose te tokat ku kishe stanet gjyshi dhe paraardhësit tuaj, mos ishte ky një lloj amaneti që ti e kreve dhe vazhdon të qëndrosh këtu? Jo, nuk e kisha atë fare se kam pasur atë se mendoja unë se ai sistemi i Enver Hoxhës, po them unë, që për mua, për ato gjëra që unë kam udhëhequr e kam punuar ishte shumë i mirë, pavarësisht nga vështirësitë që unë s'kisha ku i çoja forcat e punës në kohën nga 85 dhe tutje u vështirësuar shumë ekonomia, të gjitha problemet. Nuk e kisha atë, se mendoja fare unë, as pronë, as gjë, as tutje, as tu s'mendoja. Unë ndenja në fshat sepse më lanë aty. Ashtu të erdhën kushtet ty. Ashtu më erdhën kushtet mua, nuk më lanë largoshja, pan këto gjëra që... Tani jemi në
kushte tjera ekonomike, ti nuk jenë ato vështirësi që ke qenë dikur. Ti këtu ke ndërtuar, le të themi një oazë të tërë me pemë frutor dhe me vreshta, edhe ke ndërtuar një kryevepër. 1500 rënjë dardha, 450 rënjë ardhi, apo në mos gaboj janë ullin, 450 dhe gati 5.000 rënjë ardhi. Si ka mundësi, si i mbollë gjithë këto gjëra, si i bëre gjithë këto gjëra, ose cila është arsyeja që i mbollë të gjithë këto gjëra? Shiko, unë punova gati 12 vjetë përgjegjës e sektorit Gorrishtit. Kishte 800 hektar tokë Gorrishtit, 900 fare. Bujësia është, në qoftë se do u lësh fëmijëve tu unë për vete, që s'ua them, po njeriu duhet punoj për bujësinë, por sot është shumë e vështirë bujësia me këto kushte që janë krijuar sot. Ti the ke mbjellë 1500 rënjë dardha, si ke sot apo jo? Nuk i ke në prodhim, ose i ke në prodhim, po s'ke drejt, thua apo jo? Unë e po, ke të drejt. Shumë drejt e faleminderit për këtë që më thua. Unë nuk e mendoja kur u prish sistemi, nuk e mendoja kur që ai do prish njërë. Po ai që sikur që një letër, e frytëm kështu edhe u zhduk. Për 45 vjetë që ai u zhduk. Nuk pati ndonjë rezistencë të madhe. Edhe vështirësitë u krijuan tilla dhe prandaj edhe u zhduk. Po bujësia është shumë e mirë. Po është e vështirë. Kjo nuk ndodhi se ti nuk ju shërbeje dot. Ti mbolle 1500 rënjë dardha. Mbolle 450 rënjë ullinj. I ke sot në prodhim. Ke mbjellë rreth 5.000 rënjë ardhi, po më thua. Thjesht nuk ka treg. Pra, ti ke raki në shtëpi që mund t'jetë me top, ti ke vaj ulliri që nuk e ke tregtuar, sepse nuk ka treg dhe ka rënë tregu i vajt ullirit, sepse ka shumë, dhe dardhat pothuajse më ke thënë që i ke pothuajse dëmtuar, i ke prishur disa prej tyre rënjë, sepse nuk ka treg, sepse ato kalbe mbijen që ndrojnë aty. 90 isha atëre dhe mendova që të ndërtoja bazën bujqësore për fëmijët. Nuk e mendoja kur që ne do largoshim fëmijët e do ikni. Dhe prandaj investova shumë. Edhe kam punuar kaq shumë, kaq i rënduar aty, kaq i sforcuar, sa nuk bëhet më. Edhe unë mendova që do rrinin fëmijët, kishin këtu bujqësinë e tyre, tokën e tyre, ti ushqeshën. Kjo situatë që erdhi këtu tashi. Po djemt si e përjetuan që u larguan dhe ti bëre gjithë këto investime? Po djemt... E pranuan ata, do më thënë të aprovuan të apëje këtë gjë, po e bëre pa folën? Në fillim mendonin se do jetonin aty dhe bëm aty gati 300 ca kokë dhikja të djale kam në Angli sot. Edhe thamë do jetonin aty. Mirë po si u hapën rrugët posaj, ata ikën dhe ngella unë aty me një pjesë të bujqësisë. Po unë investova përsëri, me që unë vendosa të rria këtu edhe punova e sakon vlorë, po s'më pëlqeu edhe thash je më mirë në punë tënde se sa të punosh kështu me... Pra ti së bashku me bashkëshorten vazhdon të jetosh në Gorisht dhe të punosh dhe të investosh të ende dhe sot se je 77 vjeç. Vazhdoj të jetoj si e shikon me bashkëshorten edhe jam bërë shumë pishmënd që bëra këtë investim, ta them me sinqeritet, po ky nuk duhet dhënë ky mesazh njerëzve. Mesazhi duhet dhënë që të punojnë edhe Gorrishot e gjithë Shqipëria, që trojet e tyre të mos i lënë kështu si ka ngelu. Ti investojnë dhe të punojnë. Të jenë të plotësuara, të plotësuara, është vendi ynë, por jam bërë pishmënd sepse tillë situata erdhën këtu. Për shembull, unë mbolla 1500 rënjë. Ishim me projekt që të prodhoni 700 kuintal, edhe më tepër. Hynë ato në prodhim e këtë mas? Ato hynë në prodhim edhe veja i shisja me 300 lek ati unë, nëzirja as lek të naftës në këtë rrugë që ishte pa shtruar, kjo që është shtruar të ashi. Po këshu edhe sot unë kam 30 kuintal rakia. Të pa tregtuar? Pa tregtuar. Po këshu edhe ullit dhe vajt e ullirit, që të mos zgjatem shumë, se janë 450 rënjë, 400 ca rënjë aty. E prodhojnë sikur pak fare ata edhe ngellet vaj aty.
Vërtet mund t'i kesh këto sot, sepse janë edhe shumë masë e madhe, edhe normalisht duke jetuar në Gorizh, ne dim që zona këtu, ose të paktën Vlora, duhet të kishte tregun e saj, dhe pse jo, kur një investitor si puna juaj ka shërbyer dhe po jep kaq shumë prodhim, të mos i vinë në dorë dhe në fuqi tregut vlonjat që ta konsumojnë dhe të konsumojnë diçka që është bio, që vjen pothuajse nga Gorizhti. Për këtë më vjen keq fakt, po ti gjithsesi përpos kësaj vështirësie ti vendos të jetosh në Gorizh dhe vazhdon të jetosh aty bashkë me bashorten. Nëse mund të japësh një mesazh për njerëzit, për ata që kanë punuar një jetë, kanë sakrifikuar si puna jote, dhe ndoshta kanë mbetur të pakënaqur për këtë situatë ose këto kushte në të cilat ndodhen, se dikush ka një hall tjetër, dikush ka një hall tjetër, ju keni hallin se s'keni tregun. Nëse mund të japni një mesazh, cili do ishte ai mesazh? Gorishot në veçantë. Gorizhi është një vend, një aneks, se ne jemi pothuaj nga Vlora 30 km jemi tash po bëhen këto rrugë, po Gorizhi në veçantë është përgjegjësia e madhe e këtij pushteti që kemi sot, pa le atyre të tjerëve që kanë kaluar. Sepse neve kemi gati 120 km katrore, kemi pyje, kemi kullota, kemi ullishte, kemi pemtari, kemi zhvillim të madh. Është goxha sipërfaqe e madhe që në atë kohë që unë isha përgjegjës i sektorit Gorizhin 5.000 kokë bakti ishin, prodhoshin 3.000, 4.000 kuintal grur, prodhosh misër, prodhosh rushk, prodhosh gjithë perimja. Po mos harrojmë që ka edhe naftën, dhe nafta është një nga pikat kryesore. Po nafta neve na është marrë, Gorizhi është marrë një nga patrejësitë më të mëdha që ishtë bërë krajinës tonë, janë marrë gati 500 hektar tokë që janë marrë nafta. Edhe sot e kësaj dite, ne nga nafta fituam disa rrugë atere në atë sistem. Se sot rrugë s'ka Gorizhti. Se sot rrugë Gorizhti nuk ka, për shembull. Në atere ishin 5.000 kokë bakti, sot janë ja 2.000 kokë bakti, edhe ai është 7 km ose 8 km që të vita që bjerë qumshin bashkë. Ne duhet të kemi Gorizhti, jo rrugën e tij që të vi nga Vlora dhe vemi në Varreza, që unë atje i kam parë dhe mi edhe atje do vete unë se po vjen moshë të shi, kur të vi, se nuk e di. Ti të kesh jetë gjatë, po. E kanë të tjerë atë, po jo që se kemi atë rrugë kryesore, që na kanë premtuar disa vjetë këta rresht, se cila parti në vete. Edhe na kanë premtuar edhe nuk kanë bërë asë një gjën më të vogël. Na kanë mashtruar, unë e quaj uzurpim këtë të naftës sidomos. Sepse me mira tonelat naftë, aty kam një raport unë se sa naftë kemi dhënë ne, por në 76-ën, në 74-ën, në 76-ën, s'po e maj më të mirë tash, ne jepnim 50% naftës të Shqipërisë si Gorizh. Dhe ne edhe rentën si Gorizh nuk e marrëm sot nga bashkia. Nuk marrëm asë një gjë, s'na kam bërë një gjë, një rrugë, që kur duhet ishin bërë rrugët e Gorizhit në 3-4 fshatrat, që të vinte qumshi me makinë, si që vete anej nga lumi Vlorës, nga jeni juve. Po sepse dhe njerëzit investonin, plus këtu nuk ka më investim tek krajina e Gorizhit, sepse njerëzit janë shpërngulur. Sot janë apo si janë 10 familje, apo jo? Po nuk është e vërtet fare kjo, e thonë kështu njerëzit, janë shpërngulur, po gjithë Gorizhti se neve nga gjitha këto probleme kemi parë vetëm në një biri Gorizhti, në një Konstantin Hoxha. Sepse ai u bë deputet atë kohë zgjodhi krajina e këtej zona e tia. Gorizhti ishte që nga unë isha i pari që e propozuam, atëherë se isha në kryesi të asaj. Po pas asaj s'ka ndodhur asgjë në Gorizh. Edhe ai ndroi, shpërnguli 150 familje, se unë isha dhe kryetari i Këshillit Komunës Vajinës për herë të parë, ai shpërnguli 150 familje për shkak të gazit. Për shkak të gazit se kanë dhënë jetën atje. Për shembull ai mësuesi që marrshi nani i ka vdekur 2 fëmijë atje nga gazi. Po. Edhe as nuk e vlerëson fare. Po tash ç'mund të them unë për shembull edhe për këta që janë sot. Ne kemi inxhinier dhe teknikët tanë nga Gorizhti që kanë dalë me shumicë atëre. E na bjen analfabet aty për naftën, paktën pa ata mund të kenë arsim të madh.
nga vajza, nga peshkpia. Nafta do eksperiencë, nuk do Po vetëm nafta arsim. ne kemi inxhinierë tanë, ne kemi resurset tona, kjo është fatkeqësi për neve. Tani, më thuaj, do vi një ditë që do kthehen Gorrëshjotët në vend apo jo? Po Gorrëshjot po kthe. Vetëm se mungon infrastruktura. Vetëm se mungon një rrugët. Rehabilitimi i Se rrugës. të tjerat po i bëjmë vetë ata. Ja, unë këtu. Po. Kam shumë si unë, nuk jam vetëm unë këtu. Kam mbjellu lije, kam po vën bagëtije, po vën blete, po vën. Po rikthen, Po rikthehen, po edhe fëmijët e mi mendojnë që të vinë. Të vinë këtu. Po. Shumë mirë, ky është një mesazh shumë i mirë. Po mesazhi është ky që ky pushtet që është sot, edhe ata që kanë qenë, ky ndofta është më i miri. Se s'ka më të mirë nga ky, po jo se është më i miri ky. Pa kuptoj. Sepse unë jam 77 vjeçë për pak muaj, se si e thash në fillim, e thatë juve bile. Por 35 vjet, a 37 në atë, e 37 në këtë që po vete që ju jam përgjigju tyre dy sistemeve kam punuar. Më keq s'ka ku të vej, po ai pak na vlerësoj për sa gjëra. Ne sot nuk përfitojmë një pension. Çfarë pensioni merrni ju sot? Po qa pensioni marru? Cila është vlera e pensionit? Vlera e pensionit imja, unë atëre kisha rrogën 8200, atëre kisha në punësi ati shteti. Edhe punova për 47 vjetë. Sa pension merr? Edhe marë, po nese unë edhe duke shërbyer edhe këtyre partive kështu këto të marrë, të bëjnë edhe të marrë në qafë këto, po them me atë shprehjen popullore, sepse duke qenë atje me këta socialistët, unë në një moment atje më shikon ai që ish kryetari i komunës, isha në punë me të, më thot, me kë jeti me ata socialistët, nëse je i pushuar, më pushojnë puna. Ndodhi që atëre merrshin 3 vjet të fundit. Po, sigurisht. Edhe mu më muar 2 vjet e 6 muaj. Nuk fitove në një status apo u trajtove me pension të ulët? Jo, trajtova me 2 vjet e 6 muaj, kur duhet trajtosha me 3 vjet plotësisht, që mua duhet merja 220 a 230.000. E mora 146.000. Të falenderoj shumë që të kisha në këtë bisedë. U falenderoj unë juve. Faleminderit. Shumë faleminderit.